Të nderuar shikues, përshëndetje, jeni në emisionin Ritmi i ditës, ku për sot kemi parapar pra të prezantojmë materiale, por njëkohësisht do të kemi edhe 3 misafir në studio veç e veç, të cilët do t'i prezantojmë kohë pas kohe. Sot më tepër do t'i qasemi sportit, ku do t'a prezantojmë misafirin e parë, të cilin e kemi, është Abdurrahim Idrizi, një emër i njohur për të gjithë ju, i cili ka bërë buj me sukseset e tij, jo vetëm në vend, por edhe jashtë vendit. Është shpallur 14 herë kampion shteti. Ka fituar 10 medalje ballkanike, pa mos haruar cekur se para 6 viteve shpallet edhe nën kampion evropian në kata. Medal ky historik, i vetmi në Maqedoni dhe mbar kombëtar. Abdurrahim, përshëndetje dhe mirë se erdhe. Përshëndetje, mirë se u gjeta. Faleminderit për që pranove ftesën dhe të bashkëbisedojmë pikërisht për sukseset e tua, të cilat janë të njëpasnjëshme dhe janë suksese me të vërtet të mëdha, je për tu lëvdruar. Këto që i ceka janë vetëm disa nga sukseset, sigurisht gjatë bisedës të cilën do ta zhvillojmë, do t'i përmendish edhe ti të tjerat, pra garat në të cilat ke marrë pjesë. Në ato sa vite po bën që ti po merresh me karate? Si fillim, ju faleminderit shumë për ftesën. Historia e karates fillon shumë herët. Po para se ta filloj historinë e karates, do doja t'i përshëndesja edhe shumë të gjithë familjen time që më kanë përkrahur afro 12 vite. Dua t'i përshëndes të gjithë ato dashamirë që më kanë ndetur pranë për 12 vite e ende, domethënë më rim pranë. Dua t'i falenderoj shumë njerëz që kanë dhënë kontributin deri ku kam mbritur sot. Historia e karates fillon në moshën 8 vjeçare ose 9 vjeçare, mos gaboj, ku filloi shumë herë duke parë disa filma, të themi, disa filma me personazhe shumë të njohur në ato kohë, ku filloi dhe më hynte në qef. Ku pastaj babi im së bashku me shokët e tij vendosën që ta dërgojmë Abdurrahimin në sportin e karates. Do filmat kanë qenë motivi kryesor, inspirimi yt që ti futesh këtij lloji sporti. Inspirimi si për fillimin e sportit ka qenë po filmat, po pastaj me kalimin e kohës kanë qenë edhe shumë motive tjera. Për shembull kanë qenë edhe shumë personazhe të njohur të cilët kanë qenë në rrjete sociale, të cilët në ato kohë kanë bërë buj me sukseset e tyre në karate, siç është Enver Idrizi, ka qenë Afrim Latifi, kanë qenë shumë sportistë të njohur. Ku ato me të vërtetë më kanë dhënë një motiv shumë të madh, ku unë pastaj fillova ta profesionalizoj, domethënë, punën time në këtë sport dhe kam arrit këtu ku jam sot. Po. Kush e vërejti aftësinë, talentin tënd që ti të merresh me karate? Me siguri prindërit. Padyshim që prindërit, ku ato normal tërë ditën të shtëpia dhe e vërejtën se ku qëndroj më shumë. Po. Cila mund na thuash fitoria jote e parë ku ti morë pjesë dhe si u ndjeve në fitoren tënde që ti e kore së pari herë? Ta them disfatën time të parë. Për herë të parë kam marrë pjesë në një turne në një nga qytetet e Maqedonisë, në qytetin Veles, ku aty pasova disfatën e parë. Mirë, po kjo nuk ishte asgjë, ishte vetëm një disfat shumë e vogël për një shkallë për të arritur tek tetra. Ndoshta një nxitje që ti të forcosh edhe më tepër. Ashtu. Pastaj kisha fitoren e parë në një turne në Shkup. Nuk më kujtohet mirë emri i turneut, mirë po ka qenë me të vërtet një nga çastet më të mira, sepse kanë qenë edhe një nga familjarët e mi, jo përveç babait, ka qenë edhe një nga familjarët e mi, ku aty me të vërtet e përjetova shumë mirë atë rast. Mund na përshkruash pak atë periudhën, domethënë, prej atëherë deri më tani, domethënë kanë ndër vite gjithë periudhën që ti ke marrë pjesë në përgara dhe ke korrur suksese, nuk e di disfada e ceke të parën, mirë po tjerat besoj që më tepër kanë qenë të suksesshme. Për të folë për karrierën time deri më tani nuk mendoj se na mjaftojnë këto minutat që i kemi në emision, mirë po vlen t'i ceki disa nga momente më serioze, domethënë që i kam pas në karrierë. Karriera ime 12 vjeçare, domethënë ka shumë
sfida, ka shumë sakrifica më brenda, sepse me të vërtetë ana e publikut e shikon vetëm suksesin, ndërsa sakrificën dhe jetën e një sportisti askush nuk e merr parasysh. Jeta e një sportisti është shumë e vështirë. Është me të vërtetë mjaft e vështirë sepse do shumë sakrificë dhe punë. Gjatë karrierës ime 12 vjeçare, domethënë kanë qenë shumë lëndime, kam pas shumë lëndime të cilat nuk i kam shfaqur në karrierë, nuk i kam shfaqur domethënë në publik, mirë po pavarësisht lëndimeve kam arritur edhe shumë suksese. Jam i shpallur edhe 14 herë kampion shteti, ku me të vërtetë shumica e garuesve tonë shqiptar ose maqedonase ndërrojnë këtë sukses, i ndërrojnë këto medalje. Kam 10 medalje ballkanike, ku edhe kam edhe një medalje europiane, të cilën e kam marrë në vitin 2016. Ëndra e çdo sportisti mund ta cekë që është të mbrinë në një medalje europiane. Dhe unë për fat të mirë këtë medalje europiane e kam grabit në vitin 2016. Vlen të ceki se shumica e sportistëve tonë në vendin tonë flasin shumë, po sukses nuk kanë. Dua vetëm të them që së pari të bëhen sukseset dhe pastaj të flitet se çfarë ka për të folur. Mendoj që po, kampion shteti 14 herë, domethënë prej fëmijë deri në senior. Mund na i përshkruash pak ato kategoritë, pioner, kadet, junior, U21 dhe senior? Si fillim domethënë kur kam marrë pjesë si pioner i parë, domethënë kategoria ime e parë ka qenë pioner minus 30 kg. Domethënë kur kam luftuar për herë të parë, ka qenë minus 30 kg. Pastaj me kalimin e kohës dhe duke u rrit, kam shkuar në 35, pastaj në 40, po pastaj tash jam në kategorinë minus 60 kg si senior. Domethënë gjitha kategoritë ka qenë fitues. Kam qenë fitues, mund të po. 14 herë. 14 herë. Ashtu. Mund tani të ndjekim një video, propozoj që të ndjekim video numër 1 nga regjia, nëse ka mundësi, ku të shohim një demonstrim ku ka marrë pjesë Abdurrahimi dhe rikthehemi për ta komentuar. Ma! Hajde! Ma! Hajde, 3, 4, ma! Mos puno shkurt, ha? Ma fort, dai!
në këtë garë Abdurrahimi shpallët nën kampion evropian në kata. I vetmi medal, domethënë historik në kata, në Maqedoni dhe mbar kombëtar. Sa e keni pas të vështirë Abdurrahim të arrini këtë sukses? Me të vërtet ka qenë mjaft rrugë e vështirë, se tash nga e pash videon më kthehen të gjitha emocionet që kanë qenë vitin 2016. Ka qenë shumë mjaft rrugë e vështirë dhe me shumë punë dhe shumë sakrificë. Vlen të cekë që sporti karates ndahet në dy disiplina. Në disiplinën kata, siç ishte tash e demonstruar, domethënë teknikat e karates të demonstruara, dhe kumite, domethënë luftë me kundërshtar. Në këtë kampionat, domethënë mora pjesë në kata, ku arrita të bëhem nën kampion europian, ku flen të cekës është medal i parë për meshkuj në Maqedoni, po jo vetëm në Maqedoni, por është edhe mbar kombëtar, mbar shqiptarin. Me të vërtet ka qenë një rrugë mjafte vështirë, vlen të cekë, ku rruga ka vazhduar edhe pas kampionatit europian, ku arrita të ndroj të gjithë konceptin, domethënë, dhe t'i kthehem disiplinës kumite. Domethënë, kthimi i disiplinës nga kata në kumite do me të vërtet shumë punë dhe shumë sakrificë. Ke fituar 10 medalje ballkanike, 4 ari, 3 argjend dhe 3 bronz. Në këto çmime që i ke fituar, ke pas përballje komite ose jo? Po shumica e medaljeve mund të them që 8 medalje janë vetëm prej kumites. 8 nga 10 medalje janë vetëm prej kumites. Domethënë, gjithmonë kam qenë unë i fokusuar nga kumite. Po 2 vitet e fundit, 2 vite para kampionatit evropian, u fokusova vetëm në kata dhe punova shumë në disiplinën kata, ku arrita ta fitoj këtë medaljen evropian. Kurse pas kampionatit evropian, menjëherë ku të gjithë menduan se Abdurrahim Idrizi do të vazhdon në kata, unë e ndrova automatikisht për shumë disa arsye. E ndrova nga disiplina kata, dola në disiplinën kumite. Dhe i mban mend pak kundërshtarët, ishin domethënë të vështira ato përballje që i kishe me ato? Të them të drejtën, e mbaj mend çdo kundërshtar që janë. Cilëve shtete ishin ato? Kundërshtarët që janë në kampionatin evropian apo kështu gjatë karrierës? Jo, në këto ballkanike që ishe. Ballkanike, të gjithë këto kundërshtarët nga shtetet ballkanike siç janë. Me të gjithë domethënë ke pas. Dhe fitore me të gjithë. Me të gjithë. Ka pasur disa disfata ndaj shtetit të Turqisë. Ka ndodhur ndonjëherë ndonjë disfat nga Bosna ose varet, tash nuk më kujtohem bash, po ka pasur edhe disfata, sepse nuk shkon vetëm sukses. Sigurisht. Të gjithë çdo herë ka edhe disfat. Mirë, po disfata është një pjesë e lojës. Po kupton. Edhe ashtu kemi vazhduar. Po. Në Kupën e Botës ke zënë vendin e tretë, të dytë dhe në vitin 2018 kampion i Kupës së Botës në Kroaci. Si u prit ky sukses i në vendin tonë? Vlen të ceket tash të tregoj. Ishte sezon vere dhe klubi im, domethënë të gjithë klubi u nis në përgatitje për në Maltëzi. Ndërsa unë doja që të shkoj në Kupën Botërore të Kroacisë. Klubi si klub kishte marrë vendim që mos të shkohet në Kroaci. Ndërsa mua edhe prindit tim me të vërtet kishmi dëshirë që të marrim pjesë aty. Dhe pastaj klubi tha që okay, ju mund të shkoni, e keni lejen e klubit ton, keni edhe mbështetje financiare, ju shkoni garoni, pastaj ejani në Maltëzi në përgatitje. Aty domethënë para Kupës Botës, domethënë askush nuk e ka pritur që do të korrë ndonjë sukses, se me të vërtet është një garë si kampionat botror. Domethënë është si kampionat i botës, mund të them që është edhe më i fortë. Të gjitha shtetet e botës janë mbledhur në Kroaci. Të gjitha shtetet më të mirët, domethënë nga vendet shumë të largëta, sepse nga vendet e largëta nuk dërgohen sportistë të dobët. Finalen me kë e kishe? Finalen e kisha me shtetin e Ukrainës, mund të them. Jo, më fal, me Rusi. Me Rusë? Me Rusë. Ishte përballje e vështirë ajo? Përballja ka qenë e vështirë, mirë, po ishte rezultati i bindshëm me 7-2. 7-2? 7-2, po. Ishte rezultati i bindshëm, kishte shumë emocione, kishte shumë publik, domethënë gjitha publike na shikonte vetëm ndeshjen tonë. Mirë, po ashtu ishin emocionet e debërta, forcë e madhe dhe me dëshirën e Zotit i arrita që ta fitoj.
Kishe përkraje nga Shkupi atje, erdhën, domethënë, që të mbështesin? Të them të drejtën, përkrahjen më të madhe që e kam pas vetëm nga familja, nga dashamirët dhe nga klubi. Po. Për të tjerët që asnjëherë unë nuk kam pas pritje, mund të them, nga ana e rrethit ton, kupton? Nuk kam pasur as pritje, mirë po kam pas ato që më kanë nevojit më shumë të familja, dashamirët. Ato më kanë ndejtur pranë çdo herë. Po. Grand Prix Kroacia ke fituar 5 herë në kata dhe luftë. Nëse kemi video numër 2, ta ndjekim. You're now listening to Dancing of Vanguard Productions. U kategorii kata mladi. Kjo ishte një video e shkurtër pra në Grand Prix Kroaci. Në vitin 2021 Abdurrahimi u bë kampion shteti në U21 dhe senior. Edhe pse ka qenë 3 herë kampion shteti, në senior nuk u dërgua në kampionatin evropian. Mendon që të është bë pa drejtësi? Sa i përket kampionatit evropian, duhet të flasim shumë. Mirë po, duhet të them që gjatë pandemisë, ku të gjithë sportistët dhe të gjithë njerëzit ishin në izolim, unë si sportist dhe disa nga klubi im kemi ushtruar nga 2 herë në ditë. Domethënë nuk kemi ndërprej fare. Kur të gjithë e lëshuan të gjithë formën, ne ushtruam maksimum. Dhe ishte kjo arsyeja kampionati evropian i seniorëve që mua motivoi dhe të ushtroj. Se me të vërtet nuk është e lehtë për një sportist të ushtron nga 2 herë në ditë. Dhe kur them 2 herë në ditë nuk janë stërvitje të lehta, po janë stërvitje me shumë mund dhe shumë djersë. Kampionati pastaj ishte kampionati i Maqedonisë për të marrë vizën dhe për të shkuar në kampionatin evropian. Një javë para kampionatit të Maqedonisë, unë kisha disa informacione, mirë po mendova që janë të kota. Mendova që janë të kota nga thashë themet. Mirë po, nuk isha i sigurt. Dhe pyes trajnerin tim një javë para, i kishmi mbledhje në klub, dhe pyes trajner se a ka mundësi të interesohesh në Federatën e Maqedonisë, se a është e vërtet ky lajm apo nuk është e vërtet. Trajneri tha që nuk besoj që është e vërtet, po prapë do t'i pyes dhe do të tregoj. Të nesër me njot, pas nesër vjen trajneri dhe domethënë bën mbledhje prapë. Dhe ju thot të gjithë që ju duhet ta jepni maksimumin, ku më i dëmtuari këtu në mesin ton do jetë Abdurrahim Idrizi.
Ishte një goditje shumë e madhe. 12 vjet karrierë nuk më ka godit askush ashtu. Ishte goditje me fjalë. Kur më tha ashtu, domethënë 2 vite stërvitje nga 2 herë në ditë, ranë në ujë. Automatikisht ranë në ujë. Dhe kur më tha ashtu, u demotivova shumë. Shumë u demotivova. Me të vërtet nuk kisha dëshirë, domethënë të as ta shoh sallën, as ta shoh karateistat, as fare. E pse ndodhi kjo? Cila ishte arsyeja ajo ku ju si fitues nuk dërgojeni atje, dërgohet dikush tjetër? Tash tregoj. Te kategoria ime ishte një favorit. Ku favorit në bazë sukseseve apo në bazë sukseseve ishte favorit për të marrë vizën për në olimpiadë. Mirë po, edhe pse nuk kishte shansa, ata domethënë dëshironin ta dërgonin. Ishte favorit dhe vendosën që ta dërgojnë atë pa luftuar fare. Ne dërguam edhe një ftesë për karatistin në fjalë, nuk dua që t'ja përmend emrin. Ne ja dërguam një ftesë si klub, në rregull ti ndeshu, shkoti. Ama një herë ndeshu me mua. Do të thënë një herë të ndeshësh, pastaj shko. Edhe nëse të fitoj, edhe nëse fitoj unë, ti shko. Ama ndesh. Mos mi humb mu 2 vite stërvitje. Nuk pranuan. Nuk pranuan sepse u nxerrën me arsyeën që sportisti janë mund të lëndohet, pastaj nuk mund të shkojnë në olimpiadë, thashë themet kota. I dërguan ftesë, nuk pranoi. Dhe vendosën që ta dërgojnë pa luftuar fare në kampionatin e Maqedonisë. Kur dola në kampionatin e Maqedonisë, domethënë ishte si një lojë për mua. Fitova, e mora vendin e parë, mirë po nuk ishte ajo që më kënaqte. Medalja e ardh, ama viza nuk ishte. Të gjithë shkonin, të gjithë e mirë në vendin e parë. Reaguat ju? Ne reaguam, e vërtet. Kemi reaguar shumë. Mirë po ishte fakti që nëse e vazhdonin më tej reagimin klubi do pasonte pasoja. Këto nuk i di askush. Nëse ne do reagonim më shumë, klubi do kishte pasoja nga ana e federatës. Ndërsa për hir të klubit, domethënë, për hir të klubit, unë e mbajta domethënë këtë mullef brenda vetes. Ndoshta të ka bërë edhe më të fortë që të vazhdosh. Ashtu çdo sfidë të bën domethënë edhe me karakter më të fortë, domethënë jeta ka shumë sfida, kjo nuk është një nga sfidat e vogla që ta dërgon jeta. Mirë po më ndodhi edhe një rast, domethënë këto muaj, ku para disa muajve, domethënë e mora vendin e parë njëjtë për të shkuar në kampionatin evropian për U21. Domethënë nën moshën 21 vjeçare. Edhe aty arrita të motivohem disi për këtë kampionat evropian, arrita të motivohem dhe mora vendin e parë. Domethënë e fitova edhe ishte një favorit, domethënë nga ana e sportistëve të rinj, ishte një favorit i cili ishte i treti i botës. Ko arrita ta fitoj edhe atë dhe arrita të shpallem i pari. Kur pastaj për shkak të pandemisë na erdhën lajme që kampionati evropian për U21 do të shtyhet me datën 17 qershor. Ndërsa me 11 qershor unë i mbush 21 vjet. Dhe automatikisht nuk kam drejt të marr pjesë në kampionatin evropian. Për sa ditë i vje ajo po? Ajo i vje 17-11. Po. Çfarë ditë? Fati ndoshta ka qenë ashtu. Ndoshta nuk e kam fatin e mirë. Mirë po shpresoj se ky fat do të më dërgoj dikon. Mos në karate në sfida tjera. Po, patjetër. Çfarë synon Abdurrahim Idrizi? Ja ke caktuar ndonjë qëllim vetës se ku dëshiron të arrish? Dua të arrij shumë gjëra, mirë po nuk dua që ti përmend. Domethënë sepse qëllimet nuk tregohen. Qëllimet nuk kam dëshirë që ti tregoj se çfarë dua të bëj. Me punë sigurisht. Patjetër. Me punë do t'i tregosh. Patjetër. Puna do t'i tregoj të gjitha, domethënë ndoshta për disa vite do të jemi prapë në këtë studio, ose për disa muaj do të jemi prapë në këtë studio për ndonjë sukses. Po, pritet ndonjë e re nga ana ite?
Besoj që po. Besoj që po. Do ta shpalosim së shpejti. Do ta shpalosim së shpejti. Po. Çfarë ju kishte sugjeruar bashkëmoshatarëve të, domethënë, të merren jo vetëm me karate, por edhe me ndonjë sport tjetër? Kisha propozuar të gjithë moshatarëve që të ikin jetës kot. Unë të them jetës kot sepse edhe unë jam adoleshent, edhe unë jam në moshën më të mirë timen, mirë po me të vërtet jam i kufizuar shumë gjëra. Edhe unë kam dëshirë që të dal natën, domethënë në mesnatë. Po. Edhe unë kam dëshirë shumë gjëra. Mirë po me të vërtet e ndali veten dhe kufizohem shumë gjëra. Ju kisha propozu ikni asaj jete se me të vërtet është nuk sjell asnjë dobi. Sa më tepër të merren me sport, me rekreacion. Të merren me sport ose me çfarë do lloj tjetër, të kenë ndonjë gjë që do t'i kufizon ata. Të kenë një qëllim, një synim që do ta arrijnë sigurisht në jetë. Urojmë të faleminderit shumë për pjesëmarrjen, të urojmë shumë suksese, sigurisht nuk do të mungojnë sukseset e tua, duke marrë parasysh motivin, entuziazmin që e ke, të shohim gjithmonë në vendin e parë. Faleminderit shumë edhe nga ana juaj, faleminderit për ftesën, ju përshëndes edhe një herë. Faleminderit. Të nderuar shikues, ishim këtu së bashku me karateistin Abdurrahim Idrizin. Ne do të shkëputemi për pak dhe me njëherë do të prezentojmë edhe misafirin e dytë të cilin do ta kemi këtu në studio. Rikthehemi pas pak.